Kto që kom i thonë që tash në vazhdim, për disa do t'jenë agravuese, për disa do t'jenë shokuese, për disa nuk do t'ju pëlqejnë, e do të ndihen ndoshta të prekur, të ofenduar, disa tjerë do të lëndohen sepse i kemi zbuluar, mirë po në fund fare të gjitha janë të vërteta dhe argumentet e vërteta janë kokëforta, nuk lëshojnë pe, prandaj pa ka rëndësi se si do të reagojnë mbi këto çka do t'i them në këtë video. Është me rëndësi që me dëgju me kujdes se përndrysh nuk e kuptoni komplet çka po du m'ju thonë. Një njeri që është brenda produksionit, kena folë sot me ta, dhe kur thëmë kena folë, unë e kom një ekip të tërë që bashkëpunoj me ta, edhe na ka jep disa informacione shumë të veçanta për Dolçën, për Bien, për Elionën, për Klodin, t'ju tregojna me kështu shpejt e shpejt. Po Bia është puro e produksionit dhe derisa misioni saj, i cili do duhej me pru klikime dhe Bien, fatkeqësisht sepse jena popull i shfrenuar, nuk përfundon, ajo nuk del jashtë. Për Dolçën, Dolçe ka marrëveshje me shku deri te nata ku përzgjedhen 5 finalistit e fundit, vetëm nëse kjo video tash ndikon dhe ja bojnë lojën e nxjerrin për jashtë. Përndrysh, Dolçe shkon deri tek, domethënë, mund të thojmë finale, pa e s'është finale se nuk shkon javën e fundit finales, po del para javës fundit finales. Shkojna tek Eliona. Eliona është e përzgjedhur e produksionit për me bo lojën në bazë dhomës rrëfimit. Personi që na foli për të na tregoi, tha, për shembull për Bien na tregoi, tha, ofendon banal kurse qesin. Shan fliq me gojë kurse qesin. Për Dolçën, tha, bashkë në ditën e goacartit thur diçka, tha, thot, qa po të intereson ty? Nëse s'më don publiku, man, kishe publiku. Edhe për Elionën, tha, është aq histerike, nuk guxojnë, tha, një fjalë, m'ia thonë, si t'i thojmë diçka, a e din kush jam unë jam veç 17 vjeçare, pse më kapësh, tha, dhe me njëherë na tërhek vllavi i madh vërejtjen, me janë kshu zonin, me ja tërhek vërejtjen banorëve e kështu me radhë. Shumë interesant, apo jo? Për Klodin, rrafë që 1 vjet kam pas kërkesa për me marë, e s'kan mujt me marë. Shtrohet pyetja, çka i ka premtu Dini në takimin e fundit që e ka bind Klodin për mu bo banor, e merrni vesh shumë shpejt.